Ndërkohë, si për kundër përgjigje ndaj të gjithë atyre që i kërkojnë largimin, kryeministri zgjodhi të japë zë nëpërmjet publikimit në rrjetet e tij sociale, pra nëpërmjet algoritmit, letrës së një emigranti që jetonte në Itali, ku përmes lutjesh dhe admirimit, thuajse ai përgjëroi Edi Ramës të mos largohej nga detyra. Vije re se letra kishte një gjuhë letrare që do ta kishte zilit çdo mësues gjuhë shqipe në shkollat e Shqipërisë, madje dhe vetë ChatGPT-ja për përdorimin e përpik të shenjave të pikësimit. Por çfarë thoshte letra mes të tjerash për udhëheqësin socialist? Mos e çoni ndërmend të jepni dorëheqjen, shkruan emigranti. Ju dhe Partia Socialiste keni qenë ata që në vitet e fundit keni punuar për një vizion që ne të rinjve të lindur dhe ose të rritur jashtë shtetit, po na bën të ndrojmë. Kujdes. Dhe ose është një terminologji shumë teknike që përdoret zakonisht në ligje, pra në teknikalitetet e drafteve ligjore, dhe kemi një emigrant që është në këtë nivel kaq shumë të lartë që përdoret dhe lidhzat me kujdes. Sipas letërshkruesit, zhvillimet në Shqipëri po bëjnë që shumë emigrant të mendojnë rikthimin në vend. Për herë të parë, në jetën time, thot emigranti, mendova se do të dëshiroja të provoja të jetoja dhe të punoja këtu, shpreh ai duke u referuar vizitës së fundit në Shqipëri. Dhe si për ta bërë më të besueshme dhe reale letrën, emigranti i vëmendshmëtar rendit edhe një sër problemesh që sipas tij vazhdojnë të pengojnë jetesën normale në Shqipëri. Ai përmend moszbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, ndotjen nga mbetjet, korrupsionin dhe problemet në sistemin shëndetësor. Gjithë këtij parashtrimi realist, Rama i paraprin me këto fjalë në statusin e tij në Facebook se nuk ka forcë që na ndal mua, ju, Partinë Socialiste dhe çdo qytetar pa parti që beson tek unë në misionin ton drejt Shqipërisë 2030 në BE, ndërsa pranon njësoj si dhe emigranti digjital se ka shumë çka që ende kërkon korrigjim me punë këmbgulse në qeverisje në vitin e 13 të saj. Natyrisht, ky status i Ramës, pra status në Facebook, u shpërnda nga kabineti qeveritar, pra ministrat dhe pjesa më e madhe e deputetëve apo kryebashkiakëve, sepse tham që algoritmi duhet mbajtur dhe Edi Rama e ka të qartë këtë.